mund da lutë këndoja, pastaj... Si tu da, kush? Po na thanë që nuk guxojsh me kënu. Qa po thu? Po, mas na i... Cin vjeç atë, mas 81-ës, a? Mas 81-ës, mas na i konfiskun pasaportat, na nëzorën prej punës, edhe mu dhe i rushit na preashtun prej punës. Pas na erdhi koha dhe na dënun edhe me burg. Kur i dënu me burg? 86-ën. 86-ën i dënu me burg? Edhe këto janë peripetit tona që... Ja, të regon pak për që të punën e burgu, dhe më thonë. Po, burgu ka qenë në vitin 86 me një dasëm në Macedoni. Sepse unë fillova pastaj me shku në përdasëm. Dhe është shumë e çuditshme që e kam cek në përshkrim zakonisht, sepse vinë dhe na kërkonin në përdasëm të shkonin. A ti ke fillu në dashës ma në vitet 80, dhe më thonë? Jo, ma vonë. Po në 86 pas ke qenë në Macedoni në dashëm? Po, 4-5. Okej. Po. Edhe na nuk shkonim. Pastaj me insistimin e Ukshin Hotit, tha ti duhet të shkutës sepse ata njerëz presin, kanë nevojë për këngën tënde. Pra je taku me Ukshinin edhe të ka sugjeru për më shku? Unë nuk jem taku, shtaku Hajrushi. Edhe që duhet me shku, me këndu edhe pastaj sikur e morëm si detyrë. Mision, thjesht. Sepse edhe pse, me të thonë të drejtën tashti, për me kene sinqert, edhe na mungonin edhe mjetë, edhe na mungonin edhe kushtet bazë për jetë. Po nuk kena, asnjëherë s'kena lakmu. Po kur erdhi mundësia si mision, atëherë edhe si detyrë thjesht e jona që konga jonë me bë punën e saj, atëherë na pranum edhe shkum. Mirë po kur shkum në Macedoni. Ku ishit Macedoni? Macedoni kemi qenë në Kërçov. Në Kërçov, në Tetov, gjitha pjesë të Macedonisë, në Shkup, gjitha territor. Dhe më thonë... A ishin e për ahengje private, ku shkoje? Ahengje private. Po dasma e... Po dasma, të cilat organizoheshin në për livade. Bas. Dhe është shumë interesant se bëshin 10.000 njerëz që vinin me në ndigju. Po ajo që... nështë si me thonë nxitje, jo, po edhe sepse kishte edhe krisma. A kishte gjujtë në atë? Shira nga... Po në livadë ko kanë konë, se kjo? Edhe aty mas nej në Tetov, të 86-ën erdhen edhe në dënuan me burg. Ne morën pasaport, letën jo fitimet. Dhe më thonë, ju erdhen në vend gjarjes ku ishit, a? Në vend Tuknu. Tuknu? Po. A ishin shqiptara Macedon? Macedon. Çfarë këngë që e kon ty kënu shkurt? Po, tash kur e ndigjoj këngën për Bjenera Retërzeza, iki prej saj. Elektrizu se o këngë, dhe më thonë. Nuk ka këngëtar që e ka kënu ma shumë se unë atë. Mos. Edhe ka qenë një problem që edhe sot më ndjek, që unë kënoj shumë emocion. Edhe ajo këngë atë shumë e ndishna, atë shumë thjesht dhe më harxhon të energjinë, se është këngë shumë histori, shumë këngë... Morë dhe kërkon këgja potencë, dhe më thonë se na gjithë kemi bo përplikje me kënu atë këngë, dhe më thonë autobus kër kemi shku Krysh, o konë me pa tjetër mu kënu po i Bjenera Retërzeza. Kur kuve të fundit e ka regjistru Gresa, thash Gres. Po që ka të bajshë? Po ma kujton thash si... nështë ta me një dasëm, për mos më egzageru 20 herë kom kënu. Për zotën që s'mysha me zbrit e skenës për i lodhës. Kur vinin kërkesat, po thosha, veç sa e kënova, prap do këndosh. O, zoti mori. Ka qenë shumë. E dhe më thonë, po i Bjenera Retërzeza ti pruni ty agentat e ukët bës të dera. Edhe në fakt... këndonim kënd të ndryshme, sepse unë në dënim e kam të shkrume... Mas me kënu këngën për Bjenera? Jo, po me këngën Bubullim ke shkombi kavajës, sepse i ka këndue një vendi armiqësor. Shkambit kavajës. Shkombi kavajës. Bile kur kemi qenë për herë parë në Shqipni, thash Hajrush, do të shkojmë të shkombi kavajës. Kur e pashë. Bile shkam i kavojës kur ka i tërmeti që ndodhë Shqipni orzu pak. Orzu gjysa, po atë. Edhe manej të murën prej koncertit,
policia? Jo, Okej. Ca të neve thanë? na morën shënimet, edhe na me mendimin, hajtë se kur gjo, pas ne kur kemi ardhën në Kosovë, nështë mas një viti, edhe i kemi ndigju lajmet, asë njerë se haroj, se dënohen një grup artistësh të cilët kanë kënduar bla bla bla, edhe emna të re. Kemi qenë Që kush keni qenë? gjithë grupi, Okej. edhe kështu që Pas e di mu më kujtohet pak, domethënë që kjo ngjarje se thoshin ja kanë ndalu shkurtës mu marrë me muzikë, domethënë baba e gjeneratat më të vjetra që ishin, po kjo veç e ka pas forcu mitin tënd, domethënë. E pastaj sa heshte ti, sa kohë nuk këndove? një 2-3 vjetë jo, 2-3 vjet. po. E a je kon në burg? Jo, Jo. Hajrushi u konë. Hajrushi u kon, a ne. Shumë Se mirë. Hajrushi gjithmonë e ka pasë rolin e menaxherit, Okej. edhe natyrisht që a i mirë të gjithë shka për sipër, dhe mirë të që nxitësi edhe shtysi Po. për me kënu ishte ai, kështu që unë në fakt unë isha shtatzana dhe në Besjanën, edhe atër ligjet për gratë shtatzana ishin një tolerancë shtëdisa. Edhe E pushteti politik në Kosovë në atë kohë, domethënë ne kemi pasur institucionet tona, domethënë janë konë të krahinës autonome socialiste të Kosovës, si quajnë atë kohë. Atë komunikonin, aprovonin, si më thonë, me të ndiku, me pas në akses? po, kemi shku pastaj edhe me të thënë drejtë na kanë ndihmu. Na kanë ndihmu. Okej.